Si që kam roba tash me kam barkun. Asa ju erdit më mbete, asë mos më shpun prindrit edhe unë dam. Unë grua isha dhe i dola për zotë të shupës, a ju e la mori rrugët. Njoj që ishte vajza ime. E muar tha dhe e futën makinët. Nuk i bjem qafas për një. Ajo ishtë trajtuar keq aty. Në çdo numër që shkruaj, thjesht e lexon edhe bën blog. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Spanjë, do të jemi në Barcelonë, do të hap dritaren për Giovanën, e cila do rrëfej historinë e vajzës së hallës, që fatkeqësisht nuk ka asnjë lloj kontakti dhe nuk e njeh vajzën e hallës. Ajo është duke më pritur, ka disa ditë që pret të jetë këtu pjesë e kësaj dritares time, por në pamundësi të kohës time, të ngarkuar shumë, ju kërkoj ndjes të gjithë atyreve që më kanë shkruar dhe ju kam lënë takime, ju a kam anulluar, ja kam shtyr live-et, por shumë shpejt do të jem me të gjithë personat kudo që ndodhen që kërkojnë të jenë pjesë e kësaj dritare. Mirë, sot do të dëgjojmë një ngjarje, një histori shumë të dhimbshme të një vajze të zhdukur, do të jetë vajza e hallës Giovana që do rrëfej historinë e Edlira Veselaj. Kush është Edlira dhe si ka humbur, hap dritaren dhe ftoj me njëherë Gioanën. Giovana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Flasim live nga Spanja. Po. Në çfarë vendi jeton në Spanjë? Në Barcelonë. Je në Barcelonë. E dashur Giovana, i kam lexuar me vëmendje mesazhet që më ke dërguar. Je në kërkim të vajzës së hallës. Po. Si quhet vajza e hallës? Edlira Veselaj. Edlira Veselaj. Ajo ka humbur kontaktet me ju? Po, që nga viti 97 ne nuk dim asgjë ku është ajo. Çfarë ka ndodhur? Mund të marrë vesh historinë e saj si ka humbur? Unë di shumë pak, sepse atëherë unë kam qenë vetëm 2 vjeç. Ajo jetonte në Poliçan. Në Poliçan të kujt? Të Skraparit. Në vendlinjen time. Po, dhe time. Sa vjeç është Edlira? Edlira tani duhet të jetë diku te 47 vjeç. 47 vjeç, që do të thotë unë duhet ta njoh. Unë jam 42, mund ta mbaj mend. Po. Por nga është me origjinë Edlira? Nga Poliçani? Po, halla ime do me thënë është me origjinë nga Krasta. Ishte e martuar në Poliçan? Jo, halla u nda dhe Edlirën e mori babai vet, kurse vajzën tjetër e mori halla. Vajza tjetër nuk jeton më. Më vjen ka keq, por të lutem, halla ta ka treguar këtë histori? Po, shumë pak, sepse ndruhet. Por aj sa di ma rrëfej ditën e sotme, halla juaj ka jetuar në Poliçan, e martuar në Poliçan të Skraparit? Nuk e di ku ka jetuar, po e di që Edlira dhe babai vet jetoni në Poliçan. Pasi halla u divorcua Edlira? Pasi halla u divorcua, atë jetoni në Poliçan. Sa vjeç ka qenë Edlira kur halla juaj u nda nga burri? 2 vjeçë, 3 vjeçë më duket. E dashur Giovana, por halla të ka rrëfyer për Edlirën, ti nuk e ke njohur kurrë Edlirën? Asnjëherë. Sepse përvinte te shtëpia ime, unë kam qenë. Po. Edhe nuk është se mbaj mend. Nuk e ke njohur. Por kur halla juaj u nda, e takonte Edlirën në Poliçan? Jo shumë, sepse halla u rimartua, krijoi familje. Halla u rimartua? Po, u rimartua, krijoi familje. Nga kjo familje edhe 2 fëmijë të tjerë në jetë, një djalë dhe një vajzë. Por që ajo nga martesa e parë, vajzën Edlirën që e late burri në Poliçan nuk e takoi, e takon të rrallë. Vajti vajza disa herë në fshat, po kur rimartua halla, po vinte përsëri te jati. Por nuk jeni interesuar ju në qytetin e Poliçanit? Jemi interesuar shumë sa. Çfarë keni zbuluar në Poliçan? Edhe motra para se të vdiste,
kudo e kërkonte, sa vajti takoj edhe të dy vlezrit që kanë anë e babait. Edhe asnjë gjë. Por tani Edlira ka humbur kontakte edhe me babain e saj? Po, dhe me baban e saj, që në 97-ën. Do me thënë ajo është larguar në 97-ën dhe nuk dihet çka ka ndodhur me fatin e saj? Asnjë gjë. Unë e kam bërë para ca ditësh e hodha në një faqe, dhe aty më shkruan një zotëri ku më jep një adresë. Të Edlirës? Po nuk e di më është ajo. Unë i shprehta një mesazh, gjithë historinë, çfarë kërkoja dhe kë kërkoja. Edhe më bëri blok, lexoj mesazhin e më bëri blok. I shprehta në një numër tjetër, thjesht lexoj mesazhin, bëri blok përsëri. Në çdo numër që i shkruaj, thjesht e lexon edhe bën blok. E dashur, po me çfarë emri është, me emrin e saj? Me emrin Edlira Veseli, jo Veselaj, Veseli. Por babai... Po të drejta, ne në pasaporta e kemi të gjitha Veseli. E qartë. Por më parë kemi pas Veselaj, kurse tani të tërta e kemi mbi emrin Veseli. E qartë, por babai i Edlirës çfarë ka treguar për të bijën? Si kishte ikur ajo nga Poliçani në 1997-ën? Babai i Edlirës, me sa kam unë informacione, ka vdekur para disa vitesh. Por ka treguar përpara se të vdiste si kishte humbur vajza, pra keni mësuar ju si ka ikur Edlira? Të themi të drejtën, unë pasi kam hedhur tek kjo faqe e Edlira, më ka kontaktuar halla e saj, se ne nuk kemi pasur kontakt me asnjë. Halla ime po. Po më ka kontaktuar halla e saj. Po. Edhe dje ka marrë dhe zezajnë e Edlirës në telefon që kam folur. Po them që unë nuk e di shumë mirë historinë. Prandaj ju kërkoj që të bëjmë kërkime. Por çfarë të thanë ata në telefon? Herë e parë që ti u lidhe me njerëzit e saj? Që e kanë rëmbyer në një furrë buke. Në vitin... Ka qenë me kushërirën e vet, dhe kushërira e vet është futur në dyqan, ka bler bukë, kurse këtë rëmbyen. Dhe flasim për vitin 1997, vitin më të vështirë të shqiptarëve. Po. E dashur Giovanna, ti do më dërgosh numrin e xhaxhait të Edlirës, unë do flas me të më japi më shumë të dhëna. Ai është nga Poliçani? Po. Si quhet? Nga Poliçani. Nuk jam më të mirë. Hikmet më duket. Hikmet Veseli. Okej, do lidhe me zotin Hikmet, nëse gjithmonë ka emrin Hikmet, ju do më dërgoni numrin, ma vini në dispozicion dhe unë do flas, pas jush do flas me të, me shpresën për të më dhënë më shumë detaje për Edlira Veselaj, si ka humbur ajo dhe me shpresën për ta gjetur, por me që je këtu në live me Odetën, nëse Edlira do të dëgjonte, çfarë do i thoshe ti si kushërira e saj që fatkeqësisht nuk e njeh? Të dim që për vendimi do që të ketë ajo, mjafton vetëm të shikojmë një herë. Edhe për motrën e saj që iku me këtë breng nga kjo botë, pa e njohur. Por mamaja e Edlirës ku jeton? Mamaja e Edlirës jeton në kombinat, në Tiranë, edhe ajo ka dëshirë që të flasi me ju. Do flas patjetër dhe me nënën e Edlirës, edhe me xhaxhain e saj, e uroj me zemër që ajo të jetë gjallë, të ndodhet diku të reagojë dhe të lidhet me ju. Po, faleminderit. Të falenderoj dhe unë dhe po pres kontaktet që të lidhem me njëherë. Të përshëndes nga Tirana. Edhe unë. Mirupafshim. E dëgjuam Gjoanën, e cila tregoi vetëm pak detaje për kushërirën e saj Edlira, që sot i bjetje 47 vjeç, vetlindja skrapar, ka jetuar në qytetin e Poliçanit dhe është rrëmbyer në vitin e vështirë të shqiptarëve 1997 në qytetin e Poliçanit, ku dyshohet se mund të ishte trafikuar në atë vit, pra në 1997 drejt Italisë apo në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, ditën e sotme këtu në live me Odetën do të jetë edhe nëna e Edlirës, zonja Lavdia, e cila dhe ajo është duke më pritur dhe do rrëfej jetën e saj të vështirë, martesën, divorcin dhe ndarjen me të bijën e saj në një moshë të vogël. Hap dritaren dhe eftoj këtë nënë. E dashur Lavdia, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë. Si jeni ju? Po mirë, po ti si. Mirë, unë fola me Giovanën dhe më tregoi që ti ke një vajzë të humbur? Jo, ne kem të martuar edhe unë dam pas dajti, se ishin edhe kohëtare që nuk
Tani tjatët madhe në një vite 2-3 muaj kam rritur dhe e mori ish burri. Kurse këtë të voglën unë isha shtatzane kam lindur në një fshat tjetër që martova. Edhe kam rritur një unë një aju, se si banja do të me 3-4 vjetë martes që tjetoj një herës të bani. Edhe ajo rritë derisa u be një 9 vjetë unë nuk e kisha parë. E dashur, Lavdije, do më lejosh të pyes? Pyetëm. Ti je martuar në Poliçan apo në një fshat të Skraparit? Në fshat ishte dhe ajo në Rehov të Tomorricës. Nga Rehova e Tomorricës. E po, kanë qenë fshatë edhe ata here. Pastaj ti shkojnë Poliçan, në kryet 9 vjetë të çupës, ka ardhur çupa e ka sjell vllajim, pa ajo që ta mbanja unë edhe here nuk rrin. Nuk rrinte në fshat. Nuk vinte në fshati. Edhe kjo tjetra, për këtë u përgjigja unë gjërë punë, po s'mala zoti ma mori jeta. Ngushëllime, më vjen shumë keq që ke humbur vajzën. Rrëf, 38 vjetë shpirti ime di, edhe ajo më kishte në mua se shqetësosha, po i kishte mbledhur letrat për ta gjetur, për ta kërkuar. Motra. Pastaj ajo që di që unë edhe u shqetësova ashtu, po megjithatë, kur filloi Covidi unë me këtë kunatin, kisha një kunat të në Tiranë, u lidhëm bashk, edhe kartën e identitetit ja dash, edhe i mblodhin lecat të tëra, ja dam metropolit, se mos marrveshje unë këto. Edhe pas një përgjigje smora në një përgjigje sa shtu, edhe aty dia par dia kisha ardhur kunati kishta kuar një djalin tim, edhe i kishte në që këshu. Tani të dhenë ati ka ju të tëra për çupët kunati, kurse unë... Si quhet kunati? Si quhet kunati? Hebib. Hebib Beteli. Do lidhem edhe në zotin Hebib. Ka të tëra që në Skrapari edhe në sa jo që në Poliçan. Edhe, po tani dhe të drejtën mua s'ma tregoni, po më tha kështu. Në Poliçan e muar tha dhe e futën makinët, që edhe një qupe kunati tjetër, pa ajo që në furë mori një bukë. Si që më thanë, se unë me sy nuk e di, si kam parë, se si e si. Edhe, tha, i humbëm ato kontaktet sa shtu jetën me. Në vitin 1997 dyshohet që Edlira është rrëmbyer në Poliçan. Ashtu tani ti, ata i din datat eksakte dhe vitet. E dashur Lavdije, ju sa vite martes vët me burrin e parë? 3 vjet martes. Por pse? Po i dha zotit të dyja radera. Por pse u divorcuat? Po shiko, ky ishte në mosh një vit një vogël nga unë. Pa hajre ishte keq, po të ashtu. Edhe më thoshin mua se pikje zëmrosh me familjen edhe pastaj ti e nxifte me mua. Edhe na jo, unë dam as me ashtu, pastaj si edhe su martova, i thoshin rëmbeje bej ashtu, iko e punë. Një kështu. Pra, shkaku ishte që ai nuk ishte i denjë, le të themi, për shtëpi dhe që besa ishte dhe mosha një vit mi vogël e ka marrë ishte ushtar. Edhe su ashtu karakteret. Sa vjeç ke qenë kur je martuar? 22. Ai ka qenë 21. 21. Pas pak viteve me 2 vajza ti u divorcove, vendose ti ta ndaje apo ai? Shiko, puna jonë beti këshu, ky një herë zhveri edhe i ra telefonit sa s'kishta herë me telefon. Edhe jo e kam berun, po se kam berun, erdhën 2 kunetrit më morën. Unë denja, sa mbeta shtatzane dhe me tjetërën edhe pasajti mbeti ashtu. Asa ju erdit më mbete, mos më shpun prindrit edhe unë da. Ja këshu ka qenë. Jeni ndarë kështu, ti vajtit e prindrit dhe a i sërdi të mori ma? E sërdit më merte dhe mbetëm të ndarë, as se më la, as se e lash, ja këshu ka mbetëm pjesa ime. Por, ju ndatë me divorcë dhe gjukata vendosi që gocën e madhe? Me gjukat, me dëshmitar, ndam. Çfar viti je divorcuar? Po, llogarit në 81-shin, unë kam lindur çupën 5 majt të që kam ndrruar jetë. Unë në 80 po thuaj se ndava. Në vitin 80 u divorcove. Gjukata vendosi që vajzën e madhe ta mbante babai, vajzën tjetër... Atë voglën, unë e kisha në barkut atë që ashtu. Edhe ja këshu që puna ime, kaq që. Por pas divorcit, si ke pasur ti kontaktet me Edlirën?
Shiko, pas divorcit unë se kam ashtu shumë, naj diçka i dëgoja me naj një që njënja që kontantoja, për shembull me naj shoqe që e njënja dhe më njënte shu i dëgova në fustanë në gjekë ma ka si vëllai një ca ditë. Kur erdhi edhe më thosh mua, o mama, thoshte, më thonë shoqet që hidhi njerë kësi lati, njoj, thosha, mos bëj gafi, thosha, mos bëj ato marësira. Edhe si thoshe do që ta trajtoj njësa ju ishë mësua shumë ashtu, asë që ti jep një drejtim. E mbajta unë ca ditë edhe e dërgova këshaj motën qërovod, vajti tek ajo, shkoj në shtëpi, më serdi me teku. Pra që në moshën 9 vjeçare e ke takuar vajzën? Që atëhere se kam takuar. Nuk, do me thënë, nëse do ta kesh përballë ti nuk e njeh. Po tani ti, në bazë se ka raste se ajo në fizionomin gjanë të mua në ati paret, këshu. E më thoshe mua, gjo me mama thoshe, më thonë gjagjallarë që po të kishe ti maman të hanjojelu për Floridi. Edhe i kishin treguar të dhenët. Pasaj për këto që kërkova këtu që dash kartnendit e këtë tikunatit, edhe këtu, po më kisdekur kjo tjetra. E më thot mua, am pranon, qëtë mos të pranon, i sa shumë të pranon. Edhe erdi me gjitha të qupën të motën lushin. Ish kunata. Ish kunata erdhën të dy këtu, një 4-5 herë që më lodhi letrat e ato, e vajta dhe unë me ata atje, po ishte ajo e Covidit e ishin ato në studiot me gabina se rushin në ajo. E qartë, periuda e Covidit. U them unë, po si shumë letra janë bërë dhe mojnë letë, po si janë asytë se mosha për në vetë. Nuk shi janë asytë, sa ledzojem sa njëran ato. Po i thashun si shumë letra janë bërë, po të shkojnë në çdo shtet më tha mua letra. Si përfundim, bazati pritun e sashtu. Më humbën edhe fotografit se ndryshuan telefonin e si gjenja do t'i kërkonja, po si gjenja do që ta... Kisha të dhe në mbese ta kërkonja. Më thot një qupe gjagja kisha dhe në Greqia dhe ishin 2 motra ato, kishin e burre motrët, por rinte në rinin ka kruk ato. Edhe se ku ishi pa në studio këshu edhe kishtë në kjo, të tje qupe la dje se... Gjante e njënin ata se këshim pare më shumë nga unë. Edhe i thot, po biri, i thot në telefon ashtu, i kishen ajo vetëm se më shikon të tha dhe nuk më kësheu përgjigje. Edhe mu be pasdajsi ashtu, se gjete e vlati e këteu. Thashu Allah kush si adash të fotografit i gjeta pasdajti në një telefon të djali, të nipit. Edhe thashu na hidi pa, po dolli. E keni shpërndar dhe në internet fotot e Edlirës me shpresën që mund të meni ndonjë informacion. E dashu Lavdia. E dashu Lavdia, unë e kuptoj që ti në moshën 9 vjeçare ke takuar për herë të fundit vajzën, ajo u rrit me... Në vjet ashtu ishte vogël ajo, edhe që ti flisja se që ti jep një rrugë tjetër, po sashtu se... Ajo ka jetuar me... Po, ajo ka jetuar me babajnë dhe me njerkën. Në Poliçan. Me njërkën, po një klasin ja të sotal gjajaj se ajo i ka të dhenat, më të ashtu na unë. Nuk i dhe andim që të ashtu. Por si e mësove ti lajmin e humbjes së vajzës në 97-ën? Kush ta tregoi? Shiko, ma tregoi vetëm qupa që vdik. Ajo i kishë mbledhur letrat e nuk më tregonte mua. Si ajo që vdik kur vdik që u varros edhe më thonë mua familja, se s'tregonin as familja. Më thonë ka qupe djalë, më thonë burri dhe asaja dhe familja më thonë, nene, ajo këshu, po s'të tregoj ty. A heri ka marrë ato fotografitu. Jo, e kuptoj. Ti vetë, kur e mësove që vajza humbi? Po mbas vdekjes qupës, po thema, qupa më ka vdekur në 2019. Po pse nga 97 deri në 2019 ti nuk e dije që vajzën e kishe të humbur? Se dinja. Nuk e dinja. Ua, nuk ishe interesuar asnjëherë për vajzën në Poliçan? Mirkuta, as Andres, as ashtu, siç. Edhe ajo, ata i mua në gjendja civile, ato nuk e di, se s'ka di atë Terezinë se qysh atë. Kur unë sa e varrosa qupën që hodha dherin, kur vata në shtëpi, ata mi treguan fotografitë. Unë pa treguar ata, unë e njoha mbas shembullit. Që ishte vajza juaj?
Njoj që ishte vajza ime. E tani si kunati I ka të tëra të venat, se ata janë vedora. E ashtu I thashun se hipëm makinit që më solli shpje dhe I thashun dhe jo. Unë grua isha dhe I dola për zotë të qupës, a e la mori rrugët. Për I zhvurin. Ti po I gjete rosh, bërë një urë në I lumë për mua. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme në këtë live zëri juaj të dëgjohet. Vetëm që jetoj t'jetë gjallë, se si që kam roba tash me kam barkun. E dashu Lavdije, vajza që ndrojet si quhej e ndjera? Elvira Demko. Edlira që është vajza e madhe, Elvira e dyta. Elvira e vogla dhe kur vinja në përgjygje thoshte u ka vend të dyjave një emër të një lloj thoshte ish burri zi me boj. Por Elvira përpara se të vdiste, ka pasur kontakte me babain e saj? Jo, ishtë murën me smundjet keqe, po vajza më rrinte në Korçë. Edhe se në fshate ishtë martuar, po shkuar njerëzitare ashtu hapë sistemi. Po. Edhe në erdhëm Tirana jo në Korçë, edhe ajo e kishtë kërkuar në kohën e vdekjes, po se gjetim su taku as me qupët as hiq. Nga se vdiqe Elvira? Mi s'mundet ke kjaperuam na gjendrat ja da në stomak kafri. Thoshte, o mama, qari kam për pendis, thoshte, mua po të ndonë të zoti beta, pse ma bëri kështu, thoshte, a që ashtu ishte, a ti divish plakët e mija. Sa fëmila? Qupa djallë, Qupa I kanë mbaruar shkollë lartë të dy, njeri Qupa është në financë këtu në bankë, Raiffeisen Bank, kurse djalli në Korçë ka internet, ka hapur vetë me ashtu biznes. E dhimshme, më vika shumë keq që ke humbur nga kjo jetë vajzën. Atë të lafos, motë shpirt gjallë të lafos. Që unë e di njeri tjetër. E dashu Lavdije... Tjetë gjallë, pa jo... Elvira qofte parajsës dhe urojmë dhe lutemi që Elvira tjetë gjallë. Edhe më shumë se ajo I kalen ato fotografi se unë, ku të t'i gjenja fotografita, ajo I kalen fotografit, ajo. Ashtu I thash asaj kunatës që kisha, I thash unë, po pse se kërkuan këta vëllezër, se ata rritur bashkë, dini se kush, po se trajtuan mirëq. Fëmijët nga babaj? Nga burre që kisha. Ata nuk janë të interesuar për të gjetur motrën? Po I thashun kësaj lushit që kisha kunatës. I thashun, po si se kërkuan ata vëllezër këtë motër. Po, silin I ngrasa. Qartë. Ish burri ka vdekur? Që në 2011 ka vdekur dhe ju. Ka ndruar jetë. Ndërkohë ti u martove sigurisht pas ndarjes me të dhe sa fëmijë sollën në jetë? Kam qenë Qupe djallë. Vajzë dhe djalë me jetë I kesh. Je nëna e 4 fëmijëve që fatkeqësisht një e ke të humbur dhe tjetra ka vdekur. Një kam të humbur dhe tjetra ka vdekur. E dashu Lavdije më vjen shumë keq për ty si nën. Nëse Edlira do të dëgjoj. Ata ti zeri që tira të dhape. Pa ajo zoti thosha beta kush e di zoti thosha edhe thash beta se tani u moshua se duke moshuar trupi njeriu të ndryshon ka gjëra të tjera. E qartë. Nëse Edlira do të dëgjonte, është gjallë dhe ndodhet diku, çfarë do I thoshe ti si nën që mbase edhe ajo nuk të njeh që në moshën 9 vjeçare të ka takuar? Unë I kërkoj falje për të gjitha, po s'kisha as të dhena, as të vajtura, as të ashtu, s'kisha ku. Vetëm na të keqet se të dyja se ishtë sistemi, nuk I mbaja ato. Se s'më pranoni prindrit ose ashtu që ti me një fëmijë se thoshin kisha I vëlla e kisha të vogël në vetëm thosh mua mos qajo motër thoshte se kur të lozi unë vetë rëmbenje dhe ta sjell më thoshte. Çfarë të bëj? Sot I kërkon falje që nuk e qenë pranë saj. Falje I kërkoj vetëm të jetë gjallë dhe të ketë jetën edhe të shikoj jetën e saj. Unë nuk I bjem qafas për një. Vetëm ta di që është gjallë. Nëse do ta kishe përballë siç më ke mua sot, besoj do ta përqafoje fort. Po,
shiko, si që janë robat që kam për tjetërën 7 vjetë, si kam terën si jam qorruar. Ne po e prezantojmë për të parë historinë e vajzës tuaj Edlira Veselaj, që i bie të jetë 47 vjeç sot. Ka humbur kontaktet që prej vitit 1997 nga qyteti Poliçanit, ku dyshohet se u rrëmbye dhe ndoshta mund të jetë trafikuar jashtë Shqipërisë. Ky kunati shumë tha mua, e rrëmbyen, do kishë rrëmbyer dhe atë tjetërën, tha, e rrëmbyen, tha, e futën makinë edhe. Po thosh akorda, mos e marrë rrugacet, mbrotën sa blodhën edhe për vitën Gjukundi. Se, qatë, e ku zuet e mendja, nuk e di. Viti 1000... 20 do që le të kishë bërë vetëm ti kisha. Viti 1997 ka qenë i vështirë, e dashur Lavdije, ka qenë një vit i tmerrshëm për shqiptarët, ku shumë vajza janë rrëmbyer dhe janë trafikuar në atë vit. Enda ky kunati kishten që unë desha ta menja unë, po ajo se erdhi, po nuk e di, si ditë sakta, se thonë lafe po. Si ditë sigurta. Por pse, donte të arriste xhaxhai Edlirën se e kish trajtonte Njerka? E trajtonte keq, ja llogaritet llafos si xhankur, e dia herë qerdi tek unë. Të llafos shpirt, siç e di. E kam mbajtur të ditën i qoja kokën me morra. Ja ta them që se vërtet ne po kemi qenë ndryshe. Njerk, se i thon Njerka pyperka. Por kur vajzën e takove, çfarë të tha vajza? E po thoshte se ishte dhe i papjekur ati, nuk thoshte kisha një komshi ati, i tha dëgjoj, i tha nena është që të benta se baballar ka plot, sa që bej me baballar, sa ere nuk ishin da këto adënet që i gjenin se kush i kishtë, sa kishin fëmija shumë me baballar të tjere. Po ishe vogla mosha, nuk... Por e shprehu dëshirën që donte të jetonte me ty dhe nuk donte të jetonte me babain dhe Njerkën? Po, shiko, nuk shprehu gjë ajo se ajo në fshat nuk ekziston, e të vishë fshat rriq, pastaj fshat ishte... A ishte rritur në qytet, e kuptoj? Na kjo, se po t'ish në fshat, beta afrohesh më shumë, po nuk, në fshat nuk ashtu. E llogarit ka vajtur shikoti se fëmijët i kisha në shkollë, këta dy të tjerët, këtë çupën që ndrojet, edhe ben një shëtitje në shkolla në Lirës të Skraparit, se beta ke dëgjuar. Po, andej ambi. E mirë ke qenë shqyqyr tjetër, andej. Edhe muar fëmija në shëtitje në ekskursion në Lirës, me shkollën. Po. Edhe me siguri me të ku. Por marrëdhënien me motrën e saj të ndjerë, si e ka patur në atë kohë? Pashtu ajo, një lloj afrosh, po ishe vogël, nuk kishte që të shprehesh, nuk... Ne, ja kështu. Unë e kuptoj që je një nënë që e ke zemrën e plagosur dhe ke shumë plag në zemrën tënde. Se po ti thosh edhe për mirë dhe për keq, kishte marrë një huq që zëmërohesh. Edhe na u zëmërua një herë dhe kishin një... Si t'ja them se që ato një katua mbani balktit. Po, pasove. Edhe ishte dakë kështu e po e kërkoni me këtë qupët që ndroje. Sa o mamash në beri, sa to në turë për ojsa. Kur e kishe hipur mbi rasat katojt e morë me të mire ashtu, sa e mbajtëm ato ditë ashtu, se dhe zëmërohesh në njëra jo ishtë trajtuar keq ati. Por për çfarë u zëmërua? E po kushin ban mend të gjera, këti unë, edhe ja ka që di, më shumë zdi gjatë tjetër. Dhe ajo që ti ke arritur të kuptosh është që nuk ishte bërë një jetë fort të mirë në Poliçan dhe sjellja e saj... Ajo e trajtonin edhe më shumë rritën taracët. A plinte atje, a se që bente nuk e di o gjano shpirtse. Nuk e di. E dashur Lavdije, ne po e prezantojmë për herë të parë historinë e vajzës tuaj. Uroj dhe shpresoj të ketë lajme dhe informacione dhe ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me Edlirën. Rosh, se i edhe na Skraparit të dua, me mishe me shpirt. Faleminderit. Kështu që do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Giovanna, mbesa juaj ishte e para që kërkoi ta denonconte, mori hapin e parë. Uroj, do nisi punën tonë kërkimore, uroj që ta arrim.
Rrofsh, faleminderit shumë. Kështu që të përshëndes dhe të puth nga Tirana. Edhe unë të puth gjithë të mirë ato zote dhe këto ditë që më kanë vetur ty të arqim për mua, se unë s'kam që dua jetën. Ti pa që jetën e gjatë. Unë e kam po nuk dhe zdot. Jo, pa që jetën e gjatë. Mirë, të përshëndes Lavdije, miru pafshim. Faleminderit Rrofsh. Miru pafshim. E dëgjuam këtë nën, e cila ishte veshur me rrobat e zeza, sepse fatkesisht ajo nuk ka vetëm të humbur Edlirën, vajzën e saj 47 vjeçare, por ajo ka humbur nga kjo jetë edhe vajzën Elvira, e cila për shkak të një sëmundje të rëndë ndroi jetë duke lënë pas 2 fëmijë të mitur në ato kohë. Zonja Lavdije kërkon të mësoj për fatin e Edlirës, duke i kërkuar falje publike që nuk ishte pranë saj, pasi ajo rrit me njerëkën dhe me babain, por fatkesisht kjo nënë e mësoi humbjen e të bijes pas shumë viteve. Ndaj në emër të kësaj nëne, edhe unë sot ju bëj thirrje nga kjo dritare, kushdo që e njeh Edlira Veselaj, këtë 47 vjeçare, e cila është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë, që prej vitit 1997 nga qyteti Poliçanit, është i lutur të kontaktojë në numrin tim të telefonit. Ju bëj thirrje sot të gjithë patriotëve të mi në qytetin e Poliçanit që e kanë njohur Edlirën, që mund të kenë informacion, qoftë anonim, mund të më dërgojnë një mesazh në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, dhe lutemi që kjo nën të bashkohet sa më shpejt me të bijen e saj dhe urojmë që Edlira të jetë një jetë mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Hysen, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje edhe ju. Më ke telefonuar që ti jesh pjesë e live-it tim, sepse ke një histori për të ndarë me ne. Mund të më tregoni, jeni në kërkim të kujt? Unë kërkoj një shok ushtrie, kam bërë ushtrinë në Vermos të Shkodrës. Si quhet ky person? Pasha Karaj, nga Domi i Tiranës. Edhe një herë emrin? Pasha Karaj. Pasha Karaj nga Domja e Tiranës. Po, e Tiranës, po. Sa ko keni që nuk keni kontakte që i keni shkëputur? Kemi 15 vjet, po një. 15 vite? Kemi shkuar ushtar në një sekund, ja, e kam këtu datën, 1972. Në 1972 jeni e njohur me këtë person dhe në 1970... E ke bërë, po, ke bërë karantinë, ke bërë në anë të Otit. Në veri të Shqipërisë? Në anë të Otit, Shkodrës. Atëre, i dashur Hysen, më lejo të pyes me detaje që të më japësh sa më shumë informacion për shokun tënd, me shpresë që ai mund ta ndjeki këtë live dhe të reagojë dhe të lidheni sërish kontaktet. Aktualisht ju sa vjeç jeni? Tash unë jam 70. 70 vjeç. Por shoku juaj ishit bashkëmoshatar edhe ai 70 vjeç është? Moshatar, të një moshë, të një lidhje. 70 vjeç. Juve sa vjeç keni qenë kur filluat detyrimin e ushtarak të detyrueshëm në ato kohë, shërbimin ushtarak? Kemi shkuar 18 mijë ushtarë në atë kohë. Nga cili qytet jeni ju që jeni larguar nga shtëpia për të vajtur në... Nga fshati Somotin, Pogradeci. Nga Pogradeci? Po. Nga Pogradeci dhe shkuat ushtar dhe aty u njohot pikërisht me ushtar Pasha Karaj. Bravo, Pasha Karaj dhe shumë të tjerë, ishin 10 veta gjithsej që ishin në Shkodër, Vermos të Shkodrës. Ndërkohë, më fol pak për shoqërinë, si u njohot aty, kaluat bashkë goxha vite. Atje kjo veta ne ishim, gjithsej ishin 10 ushtarë, ishin me 100,000. Ashtu ishte reparti. Po? Reparti ishte 298. Shkodrës. Dhe ishim 10 ushtarë gjithsej atje, ata ishin në ndërlidhje, kurse unë ishte në oficer, ishte si komandant skuadre. E qartë. Ata ishin në ndërlidhje, si me tiket kujtare për qarkë. Detyrë të vështirë pas keni patur, të ruani pikën kufitare në ato vite. Po.
Po? Edhe këta ishin në lidhje, qëtërali, me Radio Mase, ishin bëna në partë. Si lindi miqësia mes teje dhe Pashajt? Po i thonë 27 muaj, 2 vjetë ushtria bashkë shok me ta, bashkë haji, bashkë pi, bashkë losi, bashkë mundësi, bashkë kavabenci, bashkë shok, ushtria. Kujton në momentet asaj periudhe që të kanë ngelur në memorje dhe do t'i ndash me ne? Sa duhesh ka memorje mundësim ati me shokë me thikë, bëjë së video shtarake, me thikë në gojë. Bëjë se ushim thikë në gojë, shumë mundësim një me ditë. Kohë e vështirë pas taj qënë? Edhe andi, shokë me ta, ishte një petaj fermolari nga Kuta një përmetit, Guri Gjinoshi nga Korsha, Thoma Beno nga Erseka, Brahim Halla nga Rashta nga Librashdi, edhe unë ishim edhe dhe në gjizaj. I kujton emra të gjithë? I kam të tëra emra të shënuar kështu dhe me fshata mine. Por atë që kërkon në këtë live është pikërisht zoti Pasha Karaj. Pasha Karaj, po. Por çfarë të troqi te Pasha Karaj që e bëri mik kaq të ngushtë dhe e quajte vllale të themi? Çfarë të troqi te miqësia e tij? Shumë gjatë mia gjatë ushtrisë, gjatë 27 muajve. Mund të ndash me ne çfarë kujton nga Pashaj nga ajo kohë? Kam kërkuar shumë në këto rrjete sociale për të ta gjetur, por nuk ja di adresën që adresën ka kanë në Facebook, a ka vënë fëmijët e tij në emër e fëmijëve, të shoqena, të vëllana, s'ka gjë adresë vet. Kam kërkuar shumë herë dhe nuk e gjetoj. Ka shumë shkoj në servitje, shkoj për në zbor, domethënë kufit, shkoj roje kufi në pikujtare, shkojmë gjafa vende dhe në për të bërë, ishte të bërë 1,5 metra edhe bijën në për të bërë dhe sejgjim do të keshë në përkasore dhe pastive rrima, dhe shkoj të gjetë në kufit. Se ashtu ishte vendi. E kuftoj. Ju pasi mbaruat ushtrin, ti u ktheve në shtëpinë tënde, ai u kthye në shtëpinë e vet. Pas të lirohemi, e bëme laf që kur të lirohemi, të pikjen një herë, për shembull, në Elbasan ose në Tiranë, si grup, si shok. Po? Si jemi, beqara, të martuar, të me familje, pa familje, si t'jemi, të mblidhe mas 50 dhe fjallë në vjetë. Një për unë fakesisht zvajga do të sublohet me shokët, dhe ngeri si pink. Por ata u mblodhën? Shokët u mblodhën? Një pjesë ishim bedhe, një pjesë nuk shivajtën, në atë kohë sistemi tjilë ishte, kush i të lejë, kush i ishim kooperativë, për ndëmare, për... E qartë, por ti kontaktet me Pashajin i mbajte pas ti mbarove ushtrin, pra ti e takuar disa herë? Jo, si u lirua nuk e takuar asnjëherë. Ti ke humbur kontaktet që 1974-ën? Që është edhe ka që e liruar? Por pas viteve në 10 në kohën e demokracisë, nuk more rrugë të shkoj një në domje për ta kërkuar? E kam kërkuar çdo rrjete sociale për telefona, shumë asaj gjej, por nuk ja gjej dot radhës as di. Nuk di ç'a jeni ka shënuar për Facebook-et, për telefonat. Po nëpërmjet shokëve të tjerë, je interesuar, ke pyetur? Nuk, s'o di adresën. I kam si ende, po s'o di telefonat. Pra, në momenti që ju mbaruat ushtrin, në një farë mënyre mbaroi dhe shoqëria, se nuk u takua dot më kurrë. Asnjëherë, edhe kush doj të pa ashtu një ditë që doli një burr aty, kërkonte shoqërie, edhe kishte vdekur, pas kishte vdekur, ta uaj foli me të bijën. E qartë. Edhe ajo më la më ti thonë gjetës një, do inshallah mos takoj. Të ka marrë malli të takosh? Ka marrë malli shumë, ka i thonë një jetë tërë. Ta shi ndofta edhe isme një jetë, se i thonë 50 vjetë. Ti në mendjen tënde, mban Pashajin e ri, por ai sot është i 70 vjeçar.
Për një emisionit tuaj, inshallah, ta takoj mirë bërë. Hysen, Të lidhemi. të lutem, mund të na ndihmosh, çfarë kujton ti nga shoqëria jote, çfarë të ka treguar ty Pashai për familjen e vet, si që është babaj, sa motra, sa vëllezër kishte? Një ato sa di andaj sa e atjatit, si ja eni, që di. A të kështë treguar ai në atë kohë për familjen e vet? Nuk, edhe në kohë të shumë ene, po si majme të dhanë dhe familjes. Ndërkohë, Hysen, si e kujton shokun tënd? Na i përshkruaj pak si ka qenë Pashai në rini. Si ta thëmë të fizionomia, ka qenë një djarë rëmbullak, ishte doshëm, i bardhosh i bardhë, kështë një pikë të në mjekët, ishte të shtypër të një pikë, kështë. A, te pjesa e mjekës. Ishte si gëlloshë mjekë këto, si gropë kështë. Këtë gjë mban mend nga ai. Shumë djalimir, shumë djalimir. Kujton shumë djalimir. Kujton ndonjë episod që të ka ngelur në mendje? Që ti ke qenë në vështirësi, ai të ka ndihmuar, që ti hyri pastaj në zemër dhe quajte mikun e jetës në atë kohë. Losim edhe ngjesim ishte një nga përmeti, nga kuta një përmetit, a ishte në Alban, ma dhe kuaj, që. Po. U vje petkojnë kuaj, ishte dy kuaj, një ishte komandati, ishte komisari. Po. Dhe i batë dhe ne, a gasmojnë edhe Alban. I dhe hej kapel, i dhe talëse, po e shaka. Si nga bitë familje, që një mire, po, neve talësin. E kuptoj, këto janë momente që ti kujton. Shumë djalimir. Këto janë momente që ti kujton nga rinia jote kur ke qenë ushtar në veri të Shqipërisë. Shumë djalimir. A do shtrike i bërë në kemi qenë në qendë dhe kompanisë të Vermosh Shodës, kishim pika kujtare, kuadratin, velipojës, e fershët, bashkimi të lëmejve, kishim shumë pika tjera që i kohëllojnë në lidhjet. Ndërkohë, ditën që u ndat dhe mbaruat ushtrin, i premtuat njëri tjetri që s'do ndaheshit, për fatkeqësisht u ndat. Ditën që u damët, drejt me thënë Orgeta, mua do një të vishë kapter qeni, të majnë në Shkodër. Të vishë me robe kapteri, polici, ofiseri. Robat ushtarake. Po, robe ushtarake. Të rrije me roga atje, të përsoshe. I thash komandantit dhe shumë, unë do shkoj me shokët, si që kam ardhë me shokët, do i kipa me shokët. Të lirohet, shkoj në familje, marrë mendimin e familjes, edhe është po, që është dakord, do rri. Si është dakord, do rri pa tje. Do rri. E së mundim, erdha në fshat, u thash prindëve, ata s'dojnë të më linje, se uri që djali e madhë, këna ra, edhe nuk dojnë të më linje, se mundim, ktheje për një partit që nuk vitot. Dhe zvajtë do, që atë eshë, a i kam djeve atë shasin tem. Me dhe nga shokën, me të bëjmë me lafë sa e nga shokën që të takoheshim, nuk do, me takohama dhe zvajtë që të takohama. E qartë, por si vazhdoj më pas jeta juaj? Pasaj, si u ljoga ushtria, hyre në minjerë, edhe ngella në minjerë, gjesat do la pension, gjesat për sistemi. Në cilën minjerë keni punuar, Hysen? Minjerë hekur një kelë që venak. Për vitet e tëra keni punuar aty? 15 vjetë në minjerë, pasaj, si u për sistemi, i ka në Kurbet, Greqi, Gjevonë. Dhe, jo 18 vjetë në Greqi, ta shi e dhe këtu, të një sakat, si jam një zogas për gjë, për lojtë unë. Në dhe mi kamët, jam bërë perim nga 2 kamët. O, të shkuara. Rosh falendet, rosh. Po, kështë ardhur, kështë ardhur me aty vete, po s'kam që të dhisë, s'kam vetëm pjullë kam këtu, s'kam asë fëmija s'gjë. Vetëm më bërë perim, vetëm rri shpi, s'ka që bëjmë ma. Pse, fëmijët i ke jashtë? Po, një djale, kam jashtë, njëri mu të kesë, ikur nga këtë dynja, pa të aksident, në Greqi. O, keni humbur një djalë nga kjo jetë? Po, në Greqi, më humbi një djale, më aksident. O, ngushëllime. Edhe një djale kam ati, jo është Greqi, po me familja, sa tje. Por djali çfarë ndodhi, çfarë aksidenti kreu? Aksident me motor në aksident. O, sa vjeç ka qenë?
Po sa ishte atë 24 vjetë. I pa harruar qoftë. Rosa në dërgë ta falënderoj, thosh. Tani jeton me bashorten tënde, është ajo që të kujdeset për ty. Ato tash plakën tënde jam këto zonjë. Me plakën tënde. I thon një shtëpi të kot pa i fëmijë, pa i zopule, shkotë të dërgëta. Jetë koti është. Ndërkohë që jemi bashkë të live, mos zgjosh i fëmijë të qaj apo të qeshi, është kot. e kuptoj. Jeni bërë gjyshër të dy dhe do doni t'i kishit nipri dhe mbesat aty afër. Jeni bërë gjyshër, po s'kemi i kalama ta përgëdhejnë, po t'jeva më dorë në kokë. Margareta, shatë për kështu është jeta. Se ndërkohë që jemi bashkë live, dëgjoj dhe zërin e gruas që e ke aty afër. Në shohë të temë ka vëdhe, dhe ke pa qenë, dhe ke sëmur, hajtë bëjmë një zënjë e titit, përse E kuptoj. Ndërkohë, Hysen, ndalemi tek problemi, ose më saktë denoncimi që ti bëre, sepse ti ke hyrë në këtë live e teksoj për të kërkuar shokun tënd, Pasha Karaj, nga Domja e Tiranës. Domja e Tiranës. Po, që ai sot i bie të jetë sa ju 70 vjeç. Po 70 vjeç, një mos e dhaj i bashkë. Unë të Jorgeta ishte edhe komandant squadre, ishte edhe kuzhinier. Ke qenë dhe kuzhinier, po? Ishte edhe kuzhinier dhe bëj në repartet bëj edhe bukë qaj, bëj ki furt vogël e bëj bukën. Dhe ka që bëj bukët, ajo buka brumi shtonë. Je volume dhe e reza, shtonë rezja. Po. Dhe në bëj edhe bukë, bëj dili 15 bukë. Ajo 5 bukë, unë adaj e shokë, a i të e shokë me racionet më tepër. Pa i të shokë me më tepër. E pas ke bërë me hile në ato ko? Jo me hile, po ashtu ishte, shtonë rezja e bukës, e mjellit. Dhe ato bukë që dili tepër ti ruaj për shokët, e tutë ngusht. Ato që i tepër, ose a i po i vësejti për të magazit, po a i të shokë, dhe e shokëve. Dhe e shokëve, hajnë shokët se hua, bukët e ishtë të shëtërije da. E qartë. Ndërkohë që nëse Pashaj mund të ndjeki këtë live, këtë video, ti çfarë do i thuash pas kaq shumë vitesh dhe nuk janë pak, janë shumë vite. Mendon janë shumë vite, 50 vite tash nuk e di, a është në fshat, a ka ikur në kurbet si gjithë tjerët, a ndodhur jashtë vendit, fëmijë ka, sa fëmijë ka, që shtek dua të lidhen bashkë, ndashtë të provi, ndashtë të vete atje, po s'ka mos i të vete, po do vaj taksi të shkoj, po që janë aty, po si aty, të vija y, kur të vijë. Hysen, ju të dy keni bashkëtuar 2 vite në kohën e ushtrisë. Po. Dhe nga i moment kanë kaluar plot 50 e ca vite. 50 vjetë, po. Që nuk jeni takuar, nuk jeni parë. Mendon që ai të mban mend? Nuk e di ti Jorgeta, edhe sikur të vijë këtu në oportet sot, se dia më vajon jo. Nuk e di edhe vajon jo. E qartë se imazhi ti ka ndryshuar. Këta shenjën e ti, për nuk e di edhe vajon jo. E kuptoj se imazhi ti ka ndryshuar tërësisht tani. Ti e mban mend një 18-19 vjeçar. Edhe ai s'e mban mend mos, ajo ka ndryshuar dhe tash jam tu dha, atë ishte pa nuk e dej, tash jam tu dha fare. Atëherë ke qenë me flok, ke qenë i ri. Atëherë jam me flok, tash jam vërtet. Hysen, po të pyesja, e ke menduar që ndoshta dhe të ka harruar, nuk të mban mend, se kanë kaluar 50 vite? Dofta dhe më ka harruar, dofta dhe mundet. Po thonë, po të kujtoj shokët, të kujtoj të veprimet, do të kujtojnë. Se edhe mujshë nga po e, s'ke ti të një nga po e si. Por nësa i... Ne ishtë disa e dhe të ushtaj ishëm ati. Keni qenë pak dhe sigurisht e mbani mend njëri tjetrin, mendon. Alli, mësa kemi qenë shumë. Në karantin kemi qenë shumë, po në reparët a kemi qenë, alli ushtarët. Po mirë, pse nga këta 10 ushtarë ti kërkon vetëm Pashajin? Qa të bëri Pashaj që të bëri kaj shumë për vete? E ka pato saj e ja dhe që mund që me të pato, të shëtëri e ka pato, të me thë, të shëtëri e ka pato, të ka një mjeshta. Ndash Pashaj, ndash
Petaj që famolare ai që të Alban, ndash guri gjinoshi nga Tirana nga Korça, ndash thoma Bendo ish ka qenë rroba qepës, qepta rrobët, kapelet shtridhës. Të shokët, të shumë mirë ka qenë. Por ti në këtë live kërkon vetëm Pashajn, të rilidhesh me Pashajn. Tash jeta shumë se më tani është të unë po i gjithë tani është i dua, po si gjithë tani është as shpejt. Hysen, nëse do e kishe përballë Pashajn sot, pas 50 e ca vitesh, fjala e parë që do i thoshe kush do ishte? Po fjala e parë do i thosh shumë. Shoku tjetër, më njeh cili jam unë pas më njeh. Më njeh cili jam unë. Atëherë do i më vete sipër. Por nëse ai e shikon këtë video, çfarë do i thuash? Ke një mesazh për t'i përcjell pas kaq shumë vitesh? Ka marrë shumë. Ju uroj këtë mirë, ju uroj të keni shëndet të plotë, ju uroj të keni familje së dashur. Çfarë të thëmë më tepër se aq? Ju uroj të keni familje të mirë. Hysen, unë dëgjoj shpesher zërin e gruas tënde aty afër. A mund ta ftojmë të futet pak te kamera, zonja? Trete kjo nga njerë. A mund t'i thrasësh zonjës të vi aty pak te kamera? Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, Si jeni ju? Mirë. Mirë, por po e dëgjoja zërin tënd në sfond që i kujtojë disa detaje dhe besoj ti je mbështetja më e madhe e Hysenit dhe e ke shtyrë që të hyjë në këtë live dhe ta kërkoj shokun e tij. Ky gjithmonë e ka kërkuar këtë. Ka shumë shok, po gjithmonë këtë e ka pasur si merak të madh që kam një shok, vinte djali pe Greqi i thoshte, ama kërkon më birë babit, vinte çuni në Saidi ato programet. Dil një shumë pa shakaraj, po ai që... Dali shumë emra. Nuk e gjithë ato. Kishim një mikeshe gjena atje në fshat, lartë për atë fshati, i thamën, jo, tha ajo. E i ka njërë si merak shumë për atëm, po thashmë, po ti shumë shoke, po nga unë atë e kam dashër fort, tha. Ki shumë detaje, nuk tregon, po e me kupton fare mirë ti që një njeri që vetëm me sy, a me fjalë, a me dashurit të brezshme atë jashme, është shumë shokë e shumë mik dashamirës i këtia. Juve gjatë gjithë jetës që keni jetuar me Hyseni, vetëm emrin e atij shoku keni dëgjuar. Atë kam dëgjuar pe këti. E ka kërkuar që ku ishim në fshat atje në Mokër, se nga Mokra jemi në Hipokratesit, edhe deri sot ky ka një shumë simpati të madhe për atë njeri. Unë nuk e njoh, po kur ta shoh do të them që aq shumë që e do. Nuk e di e do ai sa e do ky, po kaq di. Hysen, një fotografi. Hysen, pas ke kaluar një kohë shumë të bukur dhe besoj ke ndarë shumë sekrete, por s'do të na i tregosh se ke gruan këtu. Po shumë sekrete, duhet të shumë sekrete. Po i rike që në ato kohë, tani djali i rike që në beqar. Po djali i rike që në kohë, beqar ka kohë. Këto ja kam bërë dhe unë më jo deta këto. Jam e sigurt? Ati ku ishim ne, më farë se pati dhe ora, ati ku ishim ne dhe të ty, ati nuk flis një dot me gojtë, ose ishim shumë zënë e thellë e mbuluar, dhe mirë mëngjes nuk thoshe dot, thot ati. Po i zoku vitare. Dhe ati ishim vetëm shok, se ai ngacmoj dhe unë ashtu si do t'i nga në njëri të pa. Jam e sigurt që e ngacmon, ore pse i kërkon këtë shokun kaq shumë, qa kujtime shruan. Një këto kujtime, ja kam kaluar mirë, po ka dhe një fotografi me thikë, po ja ka vëllai që kanë dalë këtë, ka bërë në gojë të dy, e kanë kapur njërë me ti, po nuk e ka vëllai, është larkaj, s'është këtu, që ta sill një unë atë, nuk është këtu ai, e ka marrë ai atë. Kush do një fotografi, kush e mban, pa hajde, s'ka gjë, e kanë fjalën një atë, e ka kërkuar fort. Tash inshallah, me që i ka ngelur penjë këti, ndoshta ai nuk i shkon me ndja kur, këti i ka ngelur penjë pra njeri, që ta takoj dhe një herë. Të takohen, thamun. Edhe unë uroj si që rishtë. Nga të përshëndesim, inshallah nga shëndeti mirë, gëzojmë tjetë mirë nga shëndeti, nga familja, gjithë të mirat. Neve kemi kaluar një shumë të vështirë, humbëm një djalë 29 vjeç në Greqi, 18 vjeç. Punuam mund të thara astara, shkon asgjë, sfituam asgjë, unë shoj që o jetë, sfituam asgjë, ka që e fjafati jonë.
Më vjen keq, ngushëllime dhe qofti parajsës i paharruar për ju. Faleminderit ta jepoj të rrënë ty kalamaj se një fëmijë që duket të shohet vinë. Kam dy. Dy të rrojnë. Ke një emision të shkëlqyer, bravo të qoftë, që ke gjetur shumë njerëz të humbur, i ke lidhur, i ke bashkëjetuar, çfarë nuk e bërë. Dhe unë uroj që të lidhë edhe ju, zoti Hussein, me Pashajin. Shumë faleminderit. Inshallah më Odeta, inshallah. Shumë faleminderit. Inshallah vete ora dhe dëgjon se ju tha ajo gojsa, thash kur vëllata kishte pasur dhe aq fort nuk do të kishte bërë. Thash kujtime, s'na tregon dhe shumë kujtime, ndoshta i kam të brendshme dhe i kam të dy. Po e gacmojmë. Dashuria e madhe. Ndoshta s'kam. E dashur, s'po e gacmojmë Huseinin në këtë drejtim. Le ta lëm të qetë, i mbaj ato sekrete, s'po e gacmojmë ma. Le t'i mbaj të dy, Ata ishte sekretar shtërie, nuk të tregosh nga ata. Gjithsesi, unë ju falenderoj që u pata të dy në këtë live, uroj dhe shpresoj Husein që të takosh sa më shpejt. Shumë faleminderit. Sa më shpejt me Pashajin. Mirë, ju përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit. Mirupafshin, një kalosh mirë punë të mbarë. Mirupafshin. Mirë, dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video dhe nëse keni informacion për të moshuarin Pasha Karaj nga Domja e Tiranës, kushdo që më ndjek me këtë video, sidomos nga familja Karaj, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 apo të jepni opinioni dhe komentin tuaj poshtë kësaj video. Ndërsa lart te kjo foto mund të klikoni dhe të abonoheni në kanalin tim zyrtar Odeta Dumemandro, ku çdo ditë u ndaj me ju histori njerëzore dhe denoncimet që ju vetë mi dërgoni. Faleminderit.